Në ditën e 6 pas përmbytjeve që goditen lagjen Prilepska në Krçov, kryqi i kuq organizata komunale në Krçov vazhdon mbështetjen për banorët e prekur nga vërshimet. Televizioni Uskana ishte në palestrën ku janë evakuar personat e prekur nga vërshimet për të ndjekur nga afër shpërndarjen e ushqimit për ta nga ana e kryqit kuq. Besnik Selimi nga kryqi i kuq thotë se gjatë këtyre ditëve personave të evakuar u është ofruar ndihma e nevojshme, duke përfshirë ushqim, veshmbathje dhe mjete bazike për jetesë. Ai gjithashtu bën të ditur se tashmë një pjesë e banorëve kanë filluar të kthehen në shtëpitë e tyre për të pastruar. Po për momentin këtu kemi të akomoduar rreth 67 persona, gjithsesi ishte 187, por një pjesë e tyre u tërhoqën, ato që i kishin të ambientuara më shtëpitë e tyre dhe ato që nuk kanë kushte atje për ndjet do të jenë të strehuar akoma në sallën Hristo Uzunov. Ne brenda ditës u sigurojmë ushqim 3 herë në ditët, edhe ato nevojat elementare që i kanë bazë, do vi ekip mjekësor për spitalit që të bëjë kontrollat e rregullta. Do me thonë donacionet kanë qenë në bashkëpunim me komunën e Kërçovës dhe restorantet, lokalet afariste të qytetit të Kërçovës. Mendoj se gjithë kanë qenë të përfshirë, nuk du t'i përmes me emër për shkak që mos harroj dikë, por kanë qenë të kyç të gjithë restorantet, kuzhina popullore, gjithashtu edhe kuzhina e termocentralit të Oslomes, dhe mendoj se ndihma ka pasur, nuk na ka munguar asgjë, veç kemi vendosur të vëmë një rregull që të mund të selektohet ushqimi dhe të jetë 3 herë në ditë atë sa kanë nevojë, ndoshta ndonjëherë ka pas edhe më shumë, kemi pas donacione në Tesha, në Batanje, mendoj se kanë qenë të përmbushur ato nevojat bazë. Selimi po ashtu njofton se pas përfundimit të pastrimit të plotë të objekteve të përmbytura, në ditët në vijim do të realizohet edhe dezinfektimi i shtëpive, ndërsa komisioni kompetent do të nisë procesin e verifikimit dhe evidentimit të dëmeve të shkaktuara nga vërshimet. Për momentin situata është stabile, ujti është tërheq krejtësisht, domethënë deri te vija e parë. Brenda ato rendi gjithë që shkam pas janë të shkatruara plotësisht dhe ne u bëm apel të gjithëve që të mund t'i nxjerrin jashtë, të mundemi bashkërisht me ushtrinë edhe me ndërmarrjen publike t'i hekim dhe t'i pastrojmë, që të mund të fillojmë me dezinfektimin e ambienteve mrena. Nga dita e nesërme mendojmë që të fillojnë me dezinfektimin dhe prej ditës së mërkurë të bëhet vlerësimi i dëmeve. Komisioni dihet i përbërë prej komunës dhe do ketë pjesëtar për gjithë institucioneve relevante.